Sjellja e policisë së shtetit ishte në proporcion dhe sipas ligjit në protestën para parlamentit sipas ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari në një deklaratë për mediat nga Elbasani. Ministri quajti vandal pjesëmarrësit në protestën e sejntes, duke thënë se pamjet e dieshme nuk kanë lidhje me protestën që po mbahet prej një muaji para bulevardit të kryeministrisë. Protestues të quajtur paqësor, të pretenduar të tillë dhe nga deputet të opozitës, në fakt ishte shumë i qartë që ata po dhunonin punonjësit e policisë me gur dhe sende të forta, po intimidonin deputetët e parlamentit shqiptar për të futur në ambientet ku ato janë zgjedhur për të ushtruar detyrën e tyre, si dhe po dhunonin dhe gazetarët. Nuk po flas për mjetet e policisë të cilat u pan qartë që u shkatruan nga protestues të ashtu quajtur paqësor, por që unë nuk mendoj që ato mund të quhen protestues, ato nuk kanë bën fare me protestë, ato janë thjesht vandal. Kështu që rrjedhimisht dhe përgjigjja do jetë proporcionale për këta persona dhe përgjigjja vetëm është sipas ligjit përgjigjja e duhur. Ndërkohë edhe kreu i policisë së shtetit Skënder Hita tha se sjellja e policisë ishte e drejtë në raport me veprimet e protestuesve. Ne kishim vendosur barierat metalike për të siguruar perimetrin e sigurisë që seanca plenare dihet të zhvillojë në kushte normale, por protestuesët filluan me heqjen e barierave metalike, filluan me goditjen me sende të forta, gur dhe mjetet tjera rrethanore gjatë për punonjësit e policisë, të cilët u dëmtuan aty dhe në mënyrë të vazhdueshme ata kërkuan dhe ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe ndërhyrja ka qenë proporcionale në raport me sulmin që ata kryen ndaj nesh. Ministri Lamallari sqaroi gjithashtu se asnjë nga gazetarët që ishin të pranishëm në protestë nuk u dhunua nga policia, por kanë qenë vetë protestuesit ata që kanë penguar gazetarët në punën e tyre.